A ka ardhur Gjasti? Poshtë e ke. Apo pres këtu pra? Ishte e rëndi qika ja që i thejnë. Kam për ta heqet e fjalin ty. Po e di varja. Po pse e the? Sot kjo do jetë gjëja, realisht gjëja më e bukur që kanë parë ndonjëherë me çifte. Kam çuj mail sepse kam nevojë që të më dëgjosh Lea. A ke ku ti me thon sy, s'ke, se je fajtor, je fajtor. Shpreho se s'djesh vërtet, jo të thua gjëra që Në qaj bje tani, nuk do flasim bashkë. hajde flasim. Shina, do një dëshmitar, do më thëmë. Tjetëra, jemi dëshmitar që mund tjetëra e fundit vetëm pak të njepi një mundësi ta dëgjosh të flasë. Po pra hajde këtu. Tani këtu do flasim. Bëm filmove! Momenti më i me. bukur ishte surpriza kur erdhi Kladi dhe Brona. Dhe tha çfarë kush do na vinte? Tash na jep në rrugë të 13. A edhe me peshia si gjithmonë? Po ishin shumë. Veç këtu. Pastaj zemra momenti më epik i mbrëmjes, ka qenë Melisa Tap, ku Wow. thoshte ku është Gazani sonte? Dhe ka dhe një video ku ishte Melisa dhe Aldi në një debat konstruktiv Tap. Ai që thoshte Dalina Bus. Si jeni? Ai, Jesi. Ta mi që ke bëmi të shifur. Thank you. Pse ka qenë të flisi? Po shkorzit me mu. Sa? E për ca ma bete. Çfarë bëhesh? Nicim të regata. Prita Gjej. Edhe Kush e kishte xhiruar atë? Melisa thonte, Semra, duhet të kuptosh që kjo botë është bardhë dhe zi, është shumë e shpifur. Ore, Melisa, ti pse duhet ishte t'jesh... Ja me Melisa këto. atë na. Ai mërzitur më duk dhe më, ndoshta prandaj piuaj shumë për të heq mërzin. Ore, mos më zuri hiç, veç kur nuk ma Të fare, shumë ke qenë. Nuk ma marr njëri mikrofonin nga dora, zej be. O, amisi. E dimi, që bon tina më? Jo, Kostian. Që kje, moj? Po rri pra tani u bun, nuk ngacmoj. Ik. O Kostian. Që kje, moj? Që pate? Hiç, s'kam gjë. Se dush. Qysh, ama pse është kaq boshtu? Janë të montazhi, ma po shohin pamjet e festës. Po ti pse s'po isha? Po të s'tisha, unë isha aty, e përjetova, o knajsha. I ta vazhdon tani. O, a vazhme sikur të marrën me zor. Gol, Elbatani. Që si këndon, duket e ka qefi do. Kali, nuk u desh shumë. Prisa të desh e më shumë. Sa po bëhet? Nuk i pas kanë fuqis moment. Sa po bëni ma? Aj, po shohin pamjet e festës. Po çfarë s'kan filmuar gjysat e gjana, po? Ora, kush është ai që kaloi me ne është? Po kjo bisha që ka rrudhos. Po shikon, Se kisha parë. nuk kam filmuar shumë se ku kalon bukur. Se ne marrja për të filmuar, ja unë pse mos kam filmuar gjë. Të kalove ti fatos me ekipin tënd. Me shoqërinë tënde. Se gjë më. Ata që ndoshta. Çka ke këtë kunjën, Kostian? Shumë mirë kalova në fest. Kishe edhe ti me mua, e pesa mirë kalova. Thjesht po të pyes. Ju si kaluat? Mirë. Nemi kënaq shumë. Mos ka ndaj biftek, kështu ndaj bif bash të dy. Valla, ju Biftek. biftek e kisha ngrënë, po jo ma solid. Unë nuk kam biftek me Ka asnjë. kopa ngrën bife dhe do ta haj me mua një bif. Kush është ky grupi më? Nuk e di atë Kthej me njëherë fatosi. do të Fatos. Ata shojmë dhe njërë me lisën. Ti qa ke që e mërzit me mua? Qa ke që jem kështu? Qa ke që mërës dhe mu? Qa ke që kalon në fletë shumë top? Qa? Do mall? Jo, mos dua. Qa ke pra? Mos më qeshtë, më kalon nuk më fletë e gjësër, pas taj tonë gjithë pse s'po fletë Gjesi. Normale, do të pësë vetëm pse val, pse po bëhet e përditshme fakti që unë më të la vila njërë në 3 javë. Nuk është fajim o Gjesi, ti di Jo, shumë fa që... jot është. Ku është fajim? Fa jot është, se ti di shumë mirë që unë kam problemin e fytyrës, nuk mund bëj make-up çdo ditë. Kur unë bëj make-up për manualin që regjistroj, të bëj video të ditë. E kuptoj, po. Ti ke 100 halle, ke 100 probleme, ke për të bërë video 100 njerëz të tjerë që bëjnë video çdo ditë. Pikërisht. Jo nuk ka video çdo ditë, janë 17 veta të tjera Gjes, nuk je vetëm ti, kupton? Kur unë kam përgjegjësi për 17 veta, ti ke vetëm për veten tënde, kupton? Dhe fakti që ti vjen pa make-up është punë për ty, nuk është punë për mua, kupton? Po pra, në një ditë të vi unë. Në 7 ditë të javës, një ditë tjetër vjen. Muj
i bëj, moj. Po ti do bësh ose më 3-4 video me ditën outfit. Diskutojnë dhe njerëzit pastaj në për komente, Por një video po të rrokojmë. Po një tarambami. Po se ke bërë. Ta mba pra. Se ke bërë sonda një 3 javë. Qa ka nëvë, mor, bur, qetësoni, mor, gjak ftohtë, më i kam thani 100 herë, a ju do t'ju mësoj si me debatu? Qa ka nëvë, qa keni? Patët, ma. Thjesht ky e di problemin tim të fytyrës që un kam akne dhe s'mund të luajm çdo ditë dhe si shoku im i ngushtë nuk mundohet të fare kuptueshëm që të paktën ditën kur unë nxjerroj të manualin të bëj video ato ditë. A për video lavile Po keni? video lavile pra se do e dalë Po mirë më video lavile, qa ta rap? A pranej për sherrë që keni ju dy bashkë s'ka rasit e festa? A ma në aldim në rap. Ore, pse s'erdhe ti? Ç'pun ke ti? Po jemi po ta them pa të keq. Po do më pat keq po ta them zemra, s'është puna juaj fare. Unë zona me kës desha me fare, s'kisha sisha në mund hiç. Po ç'lidhe ka mundi kanë ngel gjys kile mish pa hartë tu ta ruaj ti ju. Jo, kam seriozisht të plak. E pa hajmo. Jo, nëse flasim seriozisht tash sherra kena pas gjithë. I bien kështu me pa bën shefja jon darkën tek e tek. Fal ti erdhe vetëm se u zura me Xhesin. Ore, Po, s'ka zëra, po, faj, për ty, se zëra. energjia aty do na ndikon edhe ne, pse të vitri i mërzitur aty, kur Vërtet, shumë faleminderit. Një vjetore, ti si ishte dokumentari, pse doli te dokumentari? Ti ardhun jam Ai desi. zon me desin, pse doli te me Me desin? desi, me veten tim jam zonë, për lesë erdha. Pse doli te dokumentari pra? A si erdhët te festa? Po festa me Po dokumentarin qa lidhe, a burë se festa e në gjithë bashkë, ven aty mu pra dokumentari mu familiarizu. O Des, unë mendoj që dole ti keq në këtë moment. Mirë. Jo, po sepse ne ishim të gjithë, ishte Do? jo s'duam. Do pra. Sepse ishim të gjithë, ishte moment shumë i bukur. Perfekt. Po Ti e ti pse? unë jam unë. Po ngjan keq. Po pra. mirë, jam keq. Pse ban në kështu o burë, drama queen o Do të burë. shkojmë gjithë. E ti e dhe shoqe me Shumë mirë që Gjesin. erdhi se s'do mund të video prap mua. O, ne në mor video lavile, ti a shoqe jote Gjesi. Ja. Sa herë më Intereson zanë për video ty, në ke festa, stu se edhe shoku im. Po për festën, do të bëj Po video të shumë desi. mirë. Po ik Ti shumë mirë po me festa. Ore, veç kur sa marr telefon deri në orën 8 darkës, hajde do të marr. Ja, Kalama. O des, për zotin me thanë drejten, ke bë gabim. Te festa harroj dhe gjatë, gjithë kena pas sherë, gjithë kena pas Ore, debat, po ju çe ndikon kjo? Po ju më po flasim për mua betër me që... Po vetë erdhët 5 veta pse ardhën Ku tonte? 5 veta më Jula, sa Një, që 3 dy. metra. O shpirt mos e merr për keq, se unë isha Ma për keq, para me- të shkruajta dhe unë ndjeva keq që nuk isha, mos e ndjesi kur po futemi Shumë me okej, po stash në thot Juli këtë, unë po them, Po. ti e ti unë jam unë kështu e logjikova, të dokumentari mora pjesën se është për këtë punën time, ndërsa festa një festë Po është. vatë një vjetor Po punë. një festë është të punë, një festë, bëni sikur ça. Tu u mërzitet ti. A hangre mish. Jo, e vetmi hangre arsye, mishe. e vetmi arsye që çdo kish ardhur në atë festë ishte të mungote festën. Ti si arsye tjetër? Ama gjas. Qa muna, dhem koka mua. Po na përshot 300 kg, më sikur kena ne. Qa thurë. Ama bu se pive shumë atë natë ti nuk e di qa pa atërë, du dhe ke. No, që mor bur mos e herë, po andali një vjeç më na, vitin tjetër është 2. Po, Pa u knaqe ti. po më u knaqe. Po, kjo ka rëndësi, po. Ama se do kaloja, bu. Se bu në keqe në për kësaj ti. Ama le këto më betar për bëj çfarë doja ajo për çefin e vet. Paq. S'ka më punë. Hajde, bëjmë ne loj. A, bëjmë ne lë. Unë nuk knoqe për vetën tim, më shoku, këtë di unë. E ki pak të? Kërceva, u knoqa. Ha me ti, që po bënë? Marrë dhe montajin. Qa ke? Që pa ha? Ja. Po që pa djas? Që të jetë është gjendri? Interesante. Që po bënë? Hiq. Ti për çfarë kisha atë ironin që the lart? Po i që burë, ko, dvarja. Jo më pse? Se e the dhe para Flori dhe Aldi, qa ke? Tish, më ka ngelur në mëndin diçka që pse duhet ta thoje, ose pse duhet ta... Po i që si varja iku. O kësë nga fuje tani ta sjarojmë, se nuk Tek- bëhet nami. Po më mos bërtit, s'ke vërtet. Tek dokumentari, kur ti e pyetur që a ke miq këtu, a se ishte pyetja kë kem shumë mik, e ti the që s'kam asnjë. Ndërkohë unë, nga ana tjetër, kur mu drejtua pyetja thash po, kam Fatosin, kam Desin, kam Gjesin, më kam përmendur disa njerëz. Tani, shiko. E kupton? Misin që Unë këtë gjë nuk e kam thënë për herë të parë në kamera, kam thënë dhe kur kemi bërë debate në vilë që unë nuk kam mik këtu sepse për mua mik është që të ndash diçka personale. Ti nuk e ndar ndonjë gjë personale me mua, as unë me ty. Nuk po them unë mik të ngushtë që të vdesin për njëri tjetrin, por Robi nuk tregohet ashtu, do të thënë që se ne kemi folur, qoftë mohabet e punit
qoftë edhe jashtë pune. Kur i ke rënë telefonit, të janë përgjigjur. Patjetër. Të njëjtën gjë që të njëjtën gjë që kam bërë, që ke bërë dhe ti me mua. Seriozisht jeni duke bërë këtë diskutim në syrin tim. Se ta the mund të filloj dhe të flas unë që s'm ka përmend askush. Zemra, unë të përmenda, që problemi ke? Qa përmende ti jam zënë me Artemisën, se kam qënë aty Zemra, ishte shaka, e thash. Jo, nuk është shaka. Është dhe Artemisa, i thash, po me Artemisën s'ta po jam zënë dhe dua pak më pak. Shiko, Kostian, Moj që po, ti ti mi më qartë. përmendjas Gjesi. Shë, kjo do t'jedhi spica, kjo, po rriti No, më. ti, Kristiana. Pikërisht, Kristiana, pikërisht. Shiko, Kostian, që ti ishi qartë. Ti je një nga njerëzit që më të afërt që un kam këtu. Po pra, po quhet miq, Nuk quhet miq, nuk quhet miq. Nëse ti do, po pra, nëse ti do, po, mirë, kur të më ftosh të ri emision. Jo. Jo, unë jam shumë realist. Je në rrugë të mbar, më mirë realist se sa të përmendësh njerëz që s'ke fol 2 muhabete dhe mos përmendësh ata që Nuk e janë di, ku të është fiksuar ty kjo gjë që unë ty s'të kam përmendur, se e kam thënë me shaka. Hape dokumentarin e kam thënë duke qeshur. Është dhe Artemisa, kam thënë, po Artemisën e dua pak më pak. Kam Gjesin, kam Seriozisht e Desin, ke? kam Julin, kam Fatosin, me Artemisën jam zë. Zemra, unë të përmenda, ky thaj që nuk kam asnjë lloj njeriu, nuk kam asnjë mik. E kupton se egoist ke dal. Le të dal, unë Jo, dal po, e realist. kuptoj. Unë jam Po, zgënjur si shumë, realist? jam zgënjur shumë në shoqëri dhe unë nuk kam pritshmëri dhe nuk quaj dikë mik që të Ore, zgënjem nuk po të pastaj. them do quash ti mua mik të ngushtë. Po pra, po Robi e thot se me kë ke ma bet brenda në andale, jo me kë fleti natën në shtëpi. Ore, nuk më tha kë ke ma afër këtu, tham A mish, ke a ke miq? mish, nuk Po pra kam. tani, okej, që nga definicioni i fjalës mik. Po, Po e pse bëni kaq big deal, unë se marr vesh. Po e bëj big deal, Qose o ka Kristiana të se me të pas shok? nuk me kam se të mërzit. me të pas, kam thënë nuk O kam zemra, po shok. kurse ke thënë në një vit që keni ndarë, ças keni ndarë Hajde, o të diva zonët e të rikut, barkut, hajde, se tash. vetëm ne të dy s'kemi shok E këtu. ha, me këto. Jo, ai e ka pranuar. Jemi shok bashkë këto, Gji. Ke Fatosin shumë shok, kështu që shko se me Fatosin do bësh dhe një emision UTF quhet. Do se se di, shko. E hongra unë nga hiçi, okej. Hajde, ja zërë se jemi në studio, hajde unë ta bëjmë provën. Nuk e di çka. A mund më ftoni mua VIP-in e parë? Po hani djath. Qa ka Ej, thënë? janë mërzit se kam thënë unë të dokumentar që nuk kam shok. Moe, unë da dhe ju kështu si shoqëri e ngushtë? Jo, më, kemi debatet tona, po s'kemi ndarë. Ua, po mirë me u desh një përvjetor i tërë që të dilin në pa këto atërmbetjet, misit kështu, fake. Jo, ne nuk jemi si fake, po ti më duket se ke për në që tunë, dhe për ato halat të tua me Fatosin, se ne e mirë Jo, jemi. jo, unë s'kam Me asnjë Desin gjë. mirë janë. Unë s'kam asnjë gjë se ti e mirë me Desin, po se mirë me Artemisën, që se përmendes në dokumentar. Ju i mirë një gjërat shumë shablon. Pse? Po sepse unë nuk mund të përmend një dokumentar që do jetë me vite në YouTube, emrin e një shoqe të ngushtë, shumë të ngushtë, e vërtet, po që kam bërë për thjesht 3 muaj. Unë Desin e kam 3 vite. Do ishte pak hipokrizi të thoya emrin e Desit që kam 3 vite me emrin e Artemisës që kam 3 muaj. Po ti vetë the kam shumë të ngushtë, Robi ja përmend. Kamore, po një dokumentar mund të jetë me vite atë, unë Desin e kam çdo 3 vite shoqëri, e kupton, është e vërtetuar që ne jemi shok të ngushtë. Me Artemisën është 3 muaj, para Artemisës ka lësa sfida përpara. Do ta testosh në YouTube. Do vdesën mirë, dakor. Ishte që zgjidhja vetë me Fatosin. E zgjodha. Po jo, unë të zgjodhura i kam dhe të zgjidhura, po thash të bëja një kështu, Një çek në një çek për shoqëri të vërtetë. Hajde gjithë se folin. Qa bën me? Viçja duke punuar, duke Sa montuar. punon dhe ti, moj Artemisa. Më mirë të punoj se sa të merë me la. Se të mërë, qa ke se të kam parë sot kështu? Me debate, me gjëra. Jo, jo me debate, jo. Thjesht jam pak e mërzitur nga... Dhe zhgënjyrën pak nga disa njerëz këtu, që i konsideroj ata afërt, Gjesi, Kostiani. Pra se gjova që nuk e di fix për qa, se... Për qaj... Po se i kam pyetur që kë ke shoqëri këtu në xhirimet e dokumentarit, kam thënë çdo emër të mundshëm përveç meje. Me thënë ti e di që me Gjesin jam shumë e afërt, me Kostianin, me Fatosin. As Kostiani dhe Fatosis ta kanë thënë emër? Ja. Kanë thënë emrat e njëri tjetrit? Fatosi s'ka thënë emra fare, Kostiani ka thënë çdo emër të mundshëm, Julin, Desin, Gjesin, mua ja. Gjesi vetëm Desi. Po qa të tha kur e pyeta? S'kam fol akoma.
s'ke falë. Ja, s'kam folë akoma me Gjesin, dhe s'ka Moj, thënë gjë. Unë, për zotin, të pash isha e mërzitur, nuk e dija fiks për qa, po thjesht më vjen kështu se instinktivisht kur shoh njerëz të mërzitur që ti shkoj ti pyes. Ti e di që ne kemi pas ato gjërat me njëra tjetrën, po unë kemi qenë shoqe deri diku. E mbaj mend për ditëlindjen tate kur ikëm bog, jetëm atje. Kemi kaluar mirë dhe edhe pse sa herë kujtoj atë debatin, edhe atë gjën që ke thënë në grup, më ngrihen nervat dhe më vjen të shkul flakët. Zemra, unë ty do me thënë në fillimet e Andales kam pas një ndër njerëzit më të afërt këtu dhe ti e di se ne u takum që te kinemaja. Sa u mërzitëm që ti do ike në Amerikë. Po, pastaj flisnim në Amerikë bashk. Më vjen të thash se nuk dua të rikthehem gjithmonë asaj skene, më vjen shumë keq për atë që ka ndodhur, aq më tepër që ndodhi me ty, sepse nuk ishte për ty. Ti u mërzite me të drejtë, jo pa të drejtë. Po që nejse, unë kam një gjë që nuk i mbaj do t'i natë njerëzit, unë thell kam qik qalë. Jo, po, shikoj, ti qa mendojnë për ty, unë mendoj që ti je një nga të persona që je pak e nënversuar këtu tek vila, dhe që ti punon shumë më shumë se sa njerëzit flasin për ty. Pra unë mendoj që ti tregon që ke shumë më shumë potencial se sa njerëzit flasin këtu në vilë dhe jashtë, mendoj. Dhe në ke më shumë potencial sa sa të ka dal nami. A mendon ti të gjë ndonjëherë? O zemra, unë mendoj që këtu më mirë të dali syri se dali nami, se unë mund t'jem këtu ndër njerëzit që punoj më shumë. Nuk më intereson se sa vlerësojnë pastaj nga tjerët, se koha tregon çdo gjë. Thjesht mbi të gjitha më intereson që t'jem njeri i mirë. Ti je njeri i mirë, unë se kam vënë asnjëherë dyshim, dhe kur ja ke këputur broçkollave që ke thënë dhe jemi zënë, po që unë mendoj që mos u varë shumë nga shoqëria. Okej, Kristall Cerriku gjithmonë thotë që këtu nuk ka shoqëri, po ta them dhe ty sot, mos u varë nga shoqëria, se ja ti ke një debat sot, që ke me 3 veta lidhur me faktin që nuk të kanë përmendur si shoqe, dhe ti tani nuk po bën punën tënde siç duhet, dhe do jesh e mërzitur dhe nuk do jesh aq produktive sa do ishe nëse nuk do ta kishe këtë konsideratën e madhe për shoqërinë. Tani çfarë është, kjo është një shenjë pajtimi? Ti do që të pajtohemi. Me vënë drejtën dua që të pajtohemi. Kërko O, apo më falni, Kristo, po unë kam kërkuar. Si ato, çifti ballkani. Zota dashuri fake ka në këtë vit. Shumë i Berta, s'ri do të pa i hedhur spicat e tua, të prish dashuria, paqja në këtë vil, nuk të shijoj. Ma tregon dhe fytyra, më shif njërë fytyrën, dukem si një njeri që nuk më pëlqen paqja dhe dashuria. Po pse e kalon bën ironira? Qa të shqetëson? Ose ku të hynë xhep? Nuk më bërë qefi me misni që Për zotin a bëhet shumë qefi, pra të sidomos për Kristallin një herë. Pse për mua, Benar? Po shiqy që përqafove i robën? E po tani, rallë për mall. Juve, si është shpreha në këtë vil? Vrasin ditën e qajnë natën, apo natën? Jo, është vrasin natën dhe të qajnë ditën. Ajo shpreha që asë nuk të kërkoj me zi. Keni nevojë për një përqafim dhe ju? Keni një përqafim? Ose është ajo shpreha tjetër, gur bëhet mur. Hajde Kristall, një përqafim 3 se mbasi i mungon përqafimi Blertës. Jo, se më e marrë çdo natë. Bravo Blerta. Të puç. Edhe unë. Jeni shumë të bukur. Dhe shijoje dashurinë në këtë vit. Jo vetëm çdo natë, edhe çdo ditë. Paçi, jeni shumë mira. Bravo Blerta. Moj Blerta, sa fuqi që ka. Nuk e di, nuk... E prish mos ketë Po këtu. s'do, Do vetëm sherre, do vetëm ajo t'jetë qift. Do vetëm ajo t'ke dashuri. Nuk do një qift tjetër Artemisa Kristo. Nëse, mos e harro atë që thash. Thank you, e vlerësoj shumë realisht që erdhe dhe folëm. Shumë. Nëse, se nuk kemi motra tani, Jo, s'ta shumë për motra, thjesht tash e vlerësoj. Mos merr për kot, mos merr për kot. Nëse më përqafove tani u bëra kështu. Edhe kështu jam pa gjuhë fare. Jam shumë e lodhur. Nuk s'kem ndonjë të re rastësisht. Po jo, me çfarë të reja. Sigurt? Po më. Do më tregosh nëse? Nëse po. Nëse? Një ditë. Po dje nuk ishte dita. Nuk ishte dita. Po, shumë ke pi. Qa më vëmë tuti? Qa keme, ma? O si qomër sa erdha nga poshtë isha në banjë. Qa kemi? S'po të shifsh ato ditën, po shifsh e kështu. Po s'po Ku je mor Justin, ku je? Po njosha historinë e Kleja, sa histori e bukur ishte. Pëlqeu. Gjoje se mirë bën. Perfekcione. Po na spionoje. Jo, mos i dhem koka. Në dhem koka? Pse çalli ke, të shqetësohesh ti për Klejan?
Jo, mos ka marroj mua bet. Ka marroj mua bet. Unë mendoj që ti e do shumë Klean. Prandaj vazhdon rri edhe dëgjon ç'a thot Klea, ç'a nxjerr Klea. Por rastis aty se erdha nga banja poshtë, se t'ishte për mua bet. Rastis edhe të interesoj muhabeti tani erdhe ule këtu. Ore, ka mundësi ju të dy, domethënë, ta di ç'a po ndodh, pse po vazhdon me kunja me njëri tjetrin? A nuk jeni mjaftueshëm të rriturit të pjekur për ta folur situatën dhe për të mos vazhduar me kunja? Kjo është më e bukur e në të dyve që vazhdojmë me kunja, na pëlqen. Po, është Ti e don akoma. Unë? Ti e don akoma, përderisa arrin e run aty muhabete, do të dish për Klean. Rastisa, Rastisa ti, mirë që trema unë se s'ke për të çu varë. Po, ne po them më tepër. Po Klea që është me një orgjum, do të më thonë, ju që jeni shoqet e juve, shoqet e Kleas, që jeni shoqet më të mira të Kleas. Po. Jepini një mbulesë, si një batanie. Ka pellushin. Ke pellushin. Nuk ka nevojë më të ka zvendësuar me pellushin tas. Pas të kesh zëvendësuar me ty. Ha Melisa. Me mua. Okej, se po zbresim. Nuk e di ç'a. Si e keni lënë muhabetin? Ç'a do bëni? Pyet shoqen tonë. Shërupi. Hajde Kristall. Hajde Kristall, na jep dhe ti. O Kristall, e humbe bastin. Na humbë shpirton. Këta të dy nuk u bë kanë më bashkë. Ore po, se pas të festa punës nuk folët fare me njëri tjetrin. Më thoshte mua, ç'a më thoshte? Mos kërcej me Klea, leje vetëm thoshte. Po shumë mirë me të thoshte. Leje vetëm thoshte, edhe njëri tjetër na pa. E njëri nuk e meriton. E më dhim se të keci beba se ta tregoja unë. U bot 10 gra këtu nuk ja dal dot me juve, do doja t'ja digja vetëm me një person. Sidomos me s'ja dolën ta. Ik. Rena, i ka shkonte shkurtra. O Melis, e mora vesh pa po zbresim. Erdhëm. Pa Kristallin besoj. Pa Kristallin, pra ti e humbe bastin, nuk do ishte goci. Do jemi të goci? Jo. Ua, si të jemi të goci? Zora, vetë zgjodhe si Okej, po vetë në studio. Klea doli më fort se ty. Ua, ma futë këtë. Zemra, Gabove me këtë fare Kristall. Triumfoj dashuri. Klea e ëmbël, po e pas ka përfundimin e hidhur. Ki kujdesu ta marrë gjithë koltukun ajo. Mos u shtrit paktën. Jo. Ullën mes, Nuk ullën shtrim. mes. Unë do të prezantoj. Ua, po sa të zuara qënë, kjo që nuk jam unë të goci. Ti është më duke shumë fani si situatë si po ndodh. Do të bring Crystal back. Bring Crystal Po, back. do vendosim hashtag. Free Crystal. Do me një lapidar të bring Crystal back. Ua, sa të poshtra. Do të bëmë me grafik. Në poshtra ti zgjodhe vetë bastin. Po sepse nuk e mora seriozisht ishin ndarë për zotin. Në fakt asu nuk është se e marrë shumë. Asa ata vetë rrezik sa kanë marrë seriozisht, derisa u bë seriozisht rrugës. Se dhe gjasja të Ti kanë hajde të gjumë. mbledhe se s'ka lidhe se dihet ç'o ndodh, po. Pse të vinë mbledhja, unë t'jap mendimet e mia të vyera? Erdha na fal. Ço se po thret të Melisa. Ka që shpar që po na Pritë thret. të çojmë Klea njerë se është A mund të përgjumë. merrni me video call? Hajde mi të Zemra, do të mbledhja. marrim një foto, do ta vim aty te divani, do themi në kujtim të Kristelës. Hashtag Free Crystal. Në përvjetor të Bring Crystal back. bring Crystal. Do hapim peticion. Qa bëhet? O mis, do flasi pak jashtë? Po. Tani, se do të qëroj pak të pjesën e përmendjes së dokumentarit. O, zot. Se e pash që ishe shumë mërzitur nga që s'kishe përmendur as të tjerë. Jo e mërzitur, e zhgënjyer do thoja sidomos nga ty dhe nga Kosiani, duke qenë se jeni dy njerëz që ju kam afër bashkë me Fatosin. Po Fatosi tha, ishte më fair, tha s'kam, kurse ju të dy përmendët çdo emër të mundshëm. Për vetë një ndër njerëzit më të afërt që ju keni në Vil. Unë s'mund të zemër të mundshëm, përmenda emrin e Des, po para se ta nis të punën e Des, do të shpjegoj që përveç se të shpjegoj, do të kuptosh që unë të vlerësoj shumë dhe të konsideroj vërtet që është të ngushtë këtu në Vil. Edhe jashtë, se ne kemi qëndruar edhe jashtë bashkë. Thjesht Pikërisht, pra, kjo ishte zgënjimi se ne kalojmë shumë kohë bashkë jashtë kësaj vile. Pra në jetë personale, jo vetëm profesionale. po nga që kemi kaluar kohë dhe jashtë, ti di se mua bete më shumë. Ti di shumë mirë sa zhgënjur kam qenë unë përgjithësisht në shoqëria. Dhe mua më duke pak e pa drejt, duke qenë se ishte një dokumentar që do mbaj në YouTube shumë gjatë, të përmendja emrin e Desit që kam 3 vite që kam shoqëri dhe ka kaluar shumë sfida si shoqëri, me emrin tënd që ka thjesht 3 muaj. Unë të konsideroj shumë të ngushtë, shumë të afërt. Në këtë pikë ti di më shumë për mua se Desi në këtë pikë në këtë Pikërisht, pra, pikërisht. Po më duk një gjë shumë e rëndësishme për ta përmendur, dhe jo se të vlerësoj ty ose më dukesh e rëndësishme. Thjesht
të desi kam besim të plot. O Gjes, po, shiko, nuk do vërtet, zgënjehen, se ka shiko, kaluar mund të 3 vite. zgënjehesh në të ardhmen, mund të ndodhi sigurisht, por ideja është që në këtë moment që ai dokumentar po bëhej, unë jam një ndër njerëzit e tu më të afërt, bashkë me Desin, po në këtë pikë unë di më shumë dhe se Desi. Dhe ta përmendësh dhe mos më përmendësh mua se pyetja ishte kë ke shok. Nuk u pyet kë ke shok të ngushtë, kë ke më shumë shok. Po të shërë që unë kur e mendoj në periudha fallgjatë gjithë gjën. Dhe unë Desi ka kaluar shumë sfida si shoqëri me mua. Ndërsa nuk është se ka kaluar me ty, po janë thjesht 3 muaj. Unë të konsideroj të afërt, po jo që të jem në YouTube dhe të them se pas 2 muaj, E disi është ky muhabeti, kemi qenë të martuar bashkë dikur, sot jemi ndarë, po kjo se që bëm faktin që kemi qenë të martuar, kështu është dhe kjo punë. Po unë po vjen mirë që pas ta kohësh të dokumentar mos të më shoqë me ty. Nejse, se nuk keni njerëz qing të vil, thjesht. Nuk kemi, keni fuqinë, që ti çoni emocionet tu tok, edhe të ngreni prapë brenda ditës, domethënë nuk e di. Po jo, pra se çfarë fuqie ka kjo të vlerësoj, nuk është po ta them kot. Madje nga që do vlerësoj kaq shumë, ti di shumë që nuk rri me këtë dokun. Nga që më vlerëson ka shumë dhe tani s'po përmendar vetë do të harroj, se nuk do të vlerësoj as të merrja fare ko për të shëruar me ty. Po që mos përfundojmë shoqëritë e tjera, ta marrim avash avash. Ka shumë Misi! Hajde po gares do të xhirojmë. Back to reality, Gjesi, mjaftojnë për qafime për sot. Shë mora. Hajde. Ándale.